Ndër vite në pavionin e arkeologjisë së Muzeut Historik Fier qëndron e ekspozuar midis objekteve të tjera edhe një stel varri e pa identifikuar, e punuar në teknikën e latimit në material pejguri gëlqëror, prej saj ruhet vetëm pjesa e sipërme. Në qendër të këtij objekti qëndron i skalitur në relief figura e një djali e cila paraqitet e dëmtuar pjesërisht, me përmasa të ruajtura prej 25 cm gjatësi, 29 cm gjerësi dhe 16 cm trashësi. Kjo steli përket periudhës antike dhe ka shërbyer si një gur varri, me numër 168 të inventarit prej vitit 1983. Ai është pjesë e fondit të Muzeut Historik Fier. Kamera e televizionit Apollon i drejtua drejtorit të Muzeut Historik në qytetin e Fierit, zotit Ilirian Gjika, për të na dhënë më shumë informacion në lidhje me këtë stel varri të gjendur në muze. Në gur gëlqëror është bërë punimi, i cili pavarësisht gjendjes së dëmtuar tregon se dikur i përkiste një niveli të relativisht të trajtuar artistikisht. Stela ashtu si dhe figura paraqiten të dëmtuara në përmasat e sotme. Në drejtim të gjatësisë ruhet prej saj në pjesën gjatësori një plak. Kjo plak e gurit gëlqëror ruhet në distancën në përmasat 25 cm, në drejtimin e gjerësisë 29 cm dhe 16 cm trashësi. Si numër inventari mban numrin 168 dhe pasuron fondin e objekteve që ne prezantojmë në pavionin e arkeologjisë, që është dhe pavioni me cilën nëpërmjet të cilit realizohet edhe prezantimi i parë për vizitorët, publikun, turistët e huaj, por dhe ata vendas të institucionit ton të Muzeut Historik Fier. Nëse do të më lejonit të zgjeroja dhe paksa ligjëratën rreth, duke nisur prej këtij objekti dhe duke e pasuar edhe për objektet e tjerë, pavioni i arkeologjisë është nga më interesantët e institucionit ton, sepse 98% të objekteve janë origjinal. I përkasin periudhës antikitetit dhe vijnë kryesisht nga qyteti antik i Apollonisë, rënojat e cilit ndodhen 10 km në perëndim të qytetit Fierit, nga dy qytetet prapatokës ilire që ndodhen në shpinë të Fierit, siç është qyteti antik i Bylisit dhe qyteti antik i Nikajës, që të vendosur sot në fshatrat Hekal dhe Klos të krahinës së Mallakastrës, dhe kemi dhe dy qytetet të tjera antike, të cilat i etiketojmë si qyteti ilir në Margëlliç pranë Patosit dhe qyteti ilir në Gurzez pranë Cakranit, për arsye sepse emërtimet e tyre deri më sot nga arkeologët nuk janë identifikuar.